Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Meteorologu Akil Osmani tregon se kur rikthen rreshtet e shiut në vendin ton. Gjatë një lidhje live, sot Akil Osmani, meteorologu i njohur, na bën me dije se çfarë na pret këtë javë. Moti këtë javë do të jetë me vranësira të shumta, të cilat do të shoqërohen edhe me rreshje shiu. Këto vranësira dhe rreshje do të jenë prezente gjatë gjithë javës, përfshirë të shtunën dhe të dielën, përjashtuar ditën e premte, që do të ketë një përmirësim të motit. Java pritet të jetë mjaft dinamike. Dita e hënë do të jetë në ndominimin e vranësirave të shpeshta, të fokusuar në zonat veriore dhe qendrore. Vranësirat do të shtohen të mërkurën dhe të njëjtën, ku do të rikthehen në rreshjet e shiut, edhe të njëjtën do të kemi vranësira përsëri të shoqëruara me rreshje. Por përmirësimi i motit do të vijë të premten, ku priten të mos ketë rreshje shiu, por ashtu dhe shtuna pritet të ketë vranësira e rreshje shiu, ndërsa ditën e diel do të jenë më të pakta, ka thënë Osmani. Temperaturat do të jenë minimale nga 6 gradë Celsius dhe maksimale do të shkojnë deri në 28 gradë Celsius, ndërkohë që të premten dhe të shtunën pritet një rënje graduale e temperaturave, e cila do të përmirësohet ditën e diel, ka shtuar meteorologu Osmani. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.